Drejtoria e Burgjeve ka pranuar se në institucionet e vuajtjes së dënimit ka të burgosur që janë me sëmundje seksualisht të transmetueshme. Burime zyrtare nga Drejtoria e Burgjeve informojnë se në sistemin e burgjeve personat e dënuar me HIV/AIDS kanë ardhur të diagnostikuar me këtë sëmundje nga jeta e lirë. Drejtoria e Burgjeve thekson se raste që rezultojnë me këto sëmundje konsultohen me mjekët specialistë dhe u sigurohet mjekimi falas antiretroviral. Ky mjekim për këta të burgosur merret një herë në muaj dhe mundësohet nga ana e stafit shëndetësor në spitalin infektiv në QSUT. HIV përhapet përmes 3 rrugëve kryesore: kontaktit seksual, ekspozimit të konsiderueshëm ndaj lëngjeve ose indeve të trupit të infektuara, dhe nga nëna tek fëmia gjatë shtatzanisë, lindjes ose ushqyerjes me gjy, nëpërmjet gjakut dhe produkteve të gjakut. Në disa institucione të vuajtjes së dënimit janë vendosur laborator për realizimin e testeve të shpejta për sëmundjet infektive, depistimin e të burgosurve me qëllim diagnostifikimin e të burgosurve sa më herët, por edhe për parandalimin dhe menaxhimin e rasteve me probleme të sëmundjeve infektive. Personave të burgosur që rezultojnë të dyshimt për HIV/AIDS u realizohen ekzaminime mjekësore pranë Institutit të Shëndetit Publik dhe në rast se rezultojnë pozitiv konsultohen me mjekun specialist infeksionist dhe trajtohen sipas protokollit të mjekimit me antiretroviral mjekim, i cili sigurohet falas sipas skemës së rimbursimit.